Lek, shikojtë si është shkuar para mbajtjes komunitare, si që duhet pas mbajtjes komunitare. Kemi dhomën përfitimore ka dhomën atëherë dhe manastiri qëndron në qendër botimesh periodike të librave, të gazetave të ndryshme, të cilët u shpërndan në të gjitha kontinentet të vllaterit tonë shqiptare, dhe ka shkruar në post. Ishte shkrimja e parë shqiptare më moderne ngritur brenda hapësirave të perandorisë osmane në atë kohë, dhe e cila shkruan ishte nderi i këtij qyteti që funksionoi deri në vitin 1914 pa firmarur Shkodrës. Gjitha fotografi në historisë ka qenë vetë njëria.